Atëherë, sesioni i tretë i podcastit Maraton sot me të gjitha prurjet e reja në skuadrën tonë kombëtare. Ka bashkë me mua këtu deputetin e ri të Beratit. Matea, Enriketa edhe Juliani. Julianin mbase disa e njohin, sepse nuk është krejt i panjohur për shkak të angazhimeve në debatin publik, ndërkohë që Matea është kështu e vogël kur e sheh, po jo dhe aq e vogël në ambicien edhe në punën e saj, dhe Enriketa vjen nga salla e operacionit. Edhe është një mjekë anesteziste, reanimatore, kështu që do të na duhet për të ndihmuar edhe në reanimimin e palës tjetër mbas zgjedhjeve, se do ketë nevojë për reanimacion. Enriketa, po ta kaloj ty fjalën të parën për të bërë një prezantim edhe për t'i dhënë mundësi atyre që s'të njohin që të krijojnë një ide. Atëherë, unë jam Enriketa Jaho, 51 vjeç, lindur dhe rritur në Çorovod, Skrapar. Kam kryer fakultetin e mjekësisë dhe më pas specializimin për anestezi e reanimacion. Kam punuar prej shumë vitesh në Spitalin Ushtarak, tashmë Spitali Universitar i Traumës. Jam një nën, kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. Sa vjeç? 26 vjeç, vajzën. Po ç'fëmijë tani ata janë? Fëmija për mua. Të kanë bërë gjyshe? Jo. Vajza ka studiuar për pianoforte në Firenze dhe në Madrid, aktualisht është në Madrid. Djali është maturant, basketbollist. Është i gjatë. Ku luan basketboll? Ka lozur me Beslidhje. Po, se është Beslidhja që kampione. Bashkëshorti im është mjek, si unë, neuropsikiatër, dhe ai në Spitalin e Traumës. Vi nga një familje e njohur e rrethit të Skraparit, mbiemri im është Alushani. Se ju i keni të rëndësishme këto. Pra, i kemi pak. Keni të rëndësishme këto. Historit, mbiemrat, legjendat. E kemi pak. Ndërkohë studimet i ke kryer këtu, po? Po, këtu. Edhe fakultetin, edhe specializimin, kam shkuar për specializime në afat shkurtra në Gjermani. Nuk ke pasur tundimin të shkosh punosh në Gjermani si mjeke? Jo, kur kam qenë në Gjermani ka qenë në vitin 2003. Atëre nuk ishte kështu, domethënë, edhe nuk më pëlqente të largohesha nga, e gjeja veten më mirë në Shqipëri, ku ka si vendi jot. Normal. Po ti? Vazhdoj. Me zi po pret. Me zi po pret, është flak e zjarr kjo vajza. Edhe ngjyrën e bluzës e kuptoni vetë se nuk është e rastishme. Po. Unë po nis me një prezantim të shkurtër të familjes time. Unë vi nga një familje thjesht, punëtorësh në Berat. Babai im ka qenë, duke qenë se në 2020 ndroi jetë për shkak të Covidit, ka qenë socialist më shumë se socialistët. Domethënë ka qenë shumë i flakt. Ka qenë shumë aktivist edhe goxha i njohur. E them këtë sepse ka marrë të gjithë këtë inkurajimin për të përfshirë në politikë prej babait tim. Unë kam studiuar për drejtësi. Jam rritur në një ambient me vlera dhe ku jam formuar dhe jam formuar domethënë dhe me integritet, sepse unë jam dhe besimtare. Çfarë pune bënte babai? Babai ishte shofer urbani, por që ishte shumë i flak dhe gjithë në Berat e njihnin shumë mirë dhe vazhdojnë të kenë respekt për babain tim. Po nëna? Nëna është sanitare.
Jemi 5 fëmijë, kam 2 vëllezër që kanë një autoservis goxha të njohur në Berat, sepse janë vërtet mjeshtra. Nuk e them këtë sepse janë vëllezërit e mi, por janë vërtet. Dhe unë pasi përfundova studimet për drejtësi, në fakt në fund të masterit, pra në fund të vitit par master, vendosa të kthehem në Berat. Aplikova në një institucion shtetëror, Drejtoria Rajonale Akpa Berat, bëra intervistën, e fitova. Edhe pse kisha goxha njerëz rreth vetes që më thonin si guxon dhe kthehesh në Berat, domethënë si e more këtë hap, do ngelesh mbrapa në karrierë. Unë vazhdova me planin tim, Berati kishte filluar që të shkëlqente dhe aktualisht gjithë e dim. Edhe vendosa që të shkoj në Berat. Viti i parë ishte goxha i vështirë, sepse unë kisha rreth vetes njerëz që ishin më poshtë se mosha ime dhe më lart. Pra në moshën time nuk është se kisha shumë. Por unë vazhdova të qëndroja dhe thash, okay, meqense unë s'kam shumë moshën time, unë do vazhdoj dhe do jap për moshatarët që janë më poshtë se unë. Edhe jam marr me aktivitete në qendra rinore, ftoja her pas here njerëz të kualifikuar që t'i jepnin një drejtim të caktuar ose një leksion të caktuar. Thash, okay, do bëj diçka ndryshe për qytetin tim, bashkë me 2 shoqet e mia nisëm një klub libri që ka gati 1 vit e gjys, bëhet e biblioteka e qytetit, çdo muaj ne mblidhemi, diskutojmë libra, edhe ftojmë autor të ndryshëm. Edhe këtë gjë po e vazhdojmë rregullisht çdo muaj. Dhe një gjë shumë të rëndësishme që mua më ndryshoi jetën ishte Akademia Politike. Në vit të tretë rikthimit tim në Berat, unë pash këtë thirrjen, Akademia Politike. Politikën e kisha shumë pasion, po nuk isha përfshirë. Ti jemi sinqer, derisa... E di, ishe skeptike. Shumë skeptike, pavarësisht se babi im ishte i flakt. Unë thash, do përgatitem mirë, pastaj do vazhdoj. Edhe aplikova te Akademia Politike, aplikuan 400 të rinj. Unë nuk është se nuk kisha shpresë se do fitoja, se çdo aplikim që kam bërë e kam fituar, domethënë. Po prap thoshe që mbase është loja mbyllur. Jo, nuk e kam menduar asnjëherë këtë. Jo, fare. Kishe besim? Kisha besim. Shumë besim. Te vetja apo te partia? Te vetja. Edhe thash, unë do ta fitoj këtë siç kam fituar gjitha aplikimet e mëparshme. Kur e fitova, domethënë ishte dhe e them me plot bindje që ishte meritokratike, sepse unë e kam përjetuar personalisht dhe e kam bindje këtë gjë, dhe askush s'mund të ma ndryshoj dot. Edhe u futa te trajnimi. 35 veta ishin vetëm të përzgjedhur në gjithë Shqipërinë. Ishte trajnimi shumë i mirë, unë u njoha me shumë të rinj të tjerë, krijova këtë networkun. Pasi përfundova Akademi Politike, u përzgjodha nga drejtuesi politik i qarkut për të qenë koordinatore të rinjve në gjithë qarkun, gjë që e bëj me shumë pasion, unë i dua shumë të rinj. Domethënë, jam gjatë gjithë kohës për ta. Okej. Dhe do të thënë deputeti që duam, se është shumë i rëndësishëm. Po mirë, Akademia lëre për pastaj do të gjithuan se na vuar përpara. Julian, ti nuk ke nevojë për shumë prezantim, po ç'ne u gjende mes nesh. Si u gjende mes nesh më saktë, jo ç'ne. Kryeministër, unë çdo gjë që kam bërë, domethënë që nga mosha kur mund të themi që merja vendime apo duhet merja vendime, shkollë mesme për shembull, dhe deri sot çdo gjë që kam bërë ka qenë të lidhura me 2 element, një është politika dhe tjetra Shqipëria. Çfarë do të thonë? Para kam studiuar shkenca politike në Rom, kam bërë master në marrëdhënie ndërkombëtare, po në Rom në Universitetin Sapienza. Dhe më pas kam shkuar në Shtetet e Bashkuara dhe edhe puna atje te zëri i Amerikës, ndërkohë që mund punoja sepse është një agjenci shtetërore dhe dihet që ka në Shtetet e Bashkuara ka një diferencë pagash midis punësimit në shtet dhe punësimit në privat, dhe natyrisht financiarisht është më mirë të synosh sektorin privat, por ajo që më tundoi dhe nuk kisha më dyshje për zërin Amerikës ishte fakti që ishte një punë aq larg dhe kaq e lidhur me Shqipërinë dhe natyrisht dhe me politikën. Kështu që ndaj them që dhe në fakt unë doja t'tregoja një nga momentet më të rëndësishme të jetës sime për një arsye specifike të veçantë. Ka qenë një ditë në fund janarin 2010 kur përfundoja studimet master, që dita ku prezantova temën dhe jo vetëm që dola mirë dhe arrita synimin
që ta përfundoj me atë që doja, pra 110 su 110 plus lode, pra ato lavdërime që 110 plus lavdërime. Plus lode, po. Ja përktheva për ata që e duan anglisht. Po. Shumë faleminderit se harrova ta përktheja. Dhe një moment tjetër i rëndësishëm kënaqësi ishte që kur një kryetari i komisionit, i 9 profesorëve atje, kryetari i atij komisioni, tha lei fa onore al suo paese, nderoni vendin tuaj, edhe arsyeja veçantë që pse ky moment është rëndësishëm për mua përveç kënaqësisë kuptohet, është fakti që për të isha përgatitur. Është fakti që në stall ishte papi dhe një nga shokët e mia përktheu. Ndjes, kam 3 vjet që si. Okej, normal, është... Ai realisht ka qenë nga, pak a shumë si Matea, ka qenë nga njerëzit që gjithmonë ka dashur shumë të përfshihesha, kështu që mbasi kjo përgjigjet pak edhe pyetjes suaj në politik. Aq më tepër politik që lidhet me qytetin ku ai kaloi pothuajse gjithë jetën dhe unë një pjesë të madhe të jetës sime, Kuçovës, kështu që kam qenë gjithmonë i majt, pak a shumë këto shpjegimet. Unë nuk kam asnjë lidhje me lart, por besoj që ai të sheh dhe është krenar për ty sot. Enriketa, pse u angazhove në këtë betejë? Unë gjithë jetën time kam qenë e majt, edhe gjithmonë kam votuar për Partinë Socialiste. Por kam parë profesionin tim. Këtë kohë ishte një ofertë më tepër. Dhe thash, pse jo? U mendova pak, po pastaj thash, pse jo? Pse mos të bëj më shumë për vendlindjen time, për vendin tim, jo vetëm në fushën e mjekësisë. Dhe kështu e gjeta veten. Shumë thjesht, shumë qartë, shumë sakt. Urdhëro. Shkurt. Tash se do më pyesje pse ju bashkove, do thosh a kujt i bashkohesh, a Bufit? Po më dakord tani se nuk është kaq e thjeshtë kjo tani se Bufit ti s'kishe pse i bashkohesh pas gjithë kësaj përpjekje që ke bërë për veten tënde, po urdhëro, thuaj çfarë duash, thuaj. Atëherë do të them pjesën pasi, do më atje ku e lash që pasi u angazhova me të rinë në koordinimin e të rinjve, aplikova te platforma deputeti që dua. Realisht, aty dyshova se mund të përzgjidhesha. Edhe dyshova pse, sepse kishte shumë aplikime. Tash duke qenë se ka shumë aplikime, ndoshta persona që mund të kenë dhënë kontribut drejt për drejt në parti, se unë vetë s'kam dhënë kontribut drejt për drejt, po baba im ka dhënë me mishë me shpirt, kur i thon. Edhe kur jam përzgjedhur dhe thash, e them kudo dhe me të madhe që kam ardhur dhe jam përfshirë në akademi dhe jam përzgjedhur nga platforma deputeti që duam, thjesht më hap dera nga Partia Socialiste. Kaq, do të thënë asnjë lloj gjë tjetër. Do të them një gjë që ta mbyllim këtë pjesë, unë mendoj që Juliani nuk ka arsye pse të flasim më, se i tha të gjitha dhe i tha shumë bukur, po dua ta them këtë edhe për ata që e kanë si motiv se shikoj që edhe bënin komente që po mirë, dakord, u ripërtri partia, por u lan jashtë ata që, sepse këtu është Çauji dhe Gomarit. Ndërkohë që e vërteta është shumë e thjeshtë, Partia Socialiste nuk është qëllimi i atyre që e kanë, po është mjeti dhe duhet jetë mjeti atyre që duan ta përdorin për qëllimin e përbashkët që kemi. Që do thotë që nëse Partia Socialiste nuk hapet, nuk transformohet në vimësi dhe nuk jeton me idenë që për ndryshuar Shqipërinë më shumë duhet ndryshojë më shumë vetveten, është e destinuar të kthehet në kënet. Natyrisht një kënet më e këndshme se sa këneta e neveritshme për cilën ti fole, por u i ndënjur. Dhe
Ndërkohë që sot në këtë moment, kur rrethanat tonat brendshme dhe rrethanat e Europës janë përputhur plotësisht, ne kemi oportunitetin historik që ta fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian tani. Dhe është një mundësi që e kemi tani, po që nuk është e thënë që do jetë aty, jo nuk është e thënë, por nuk diskutoj që do jetë aty për gjithmonë. Shqipëria ka humbur oportunitete historike në të shkuar, nuk duhet ta humbi këtë oportunitet. Dhe për ta bërë këtë realitet, na duhet partia më e vjetër dhe partia më e re në të njëjtën kohë. Partia më e vjetër në eksperiencë, dhe kemi njerëzit me eksperiencë, dhe partia më e re në energji, dhe faktikisht të gjithë ata që duan të votojnë të rinjt, nuk kanë asnjë zgjidhje më të mirë, sepse duke votuar Partinë Socialiste voton për shumë të rinj. Ndërsa nëse me idenë që po votoj të rinjt, se po votoj një logo të re, voton një logo ku faktikisht nëse do kesh në i fat, do të bjerë një fat i madh, do të çosh një deputet në parlament, edhe nuk do kesh fuqinë që t'je Partia Socialiste. Kështu që ti nuk ke ardhur faktikisht për t'i zënë vendin dikujt që ka kontribuar më shumë. Sepse varet se si shikojmë kontributet tua në shoqëri, kontributet tua në komunitet, kanë qenë kontribute shumë më të dukshme dhe shumë më të respektueshme se sa kontributet të ndonjë tjetri që mund të rudhi busët, por që faktikisht ka jetuar me idenë që pse unë kam testën e Partisë Socialiste, unë jam vetvetiu me një vend të rezervuar që nuk mund vit ma zëri dikush tjetër. Shumë faleminderit tani dhe puna vazhdon. Faleminderit.